edhe bën marrëveshjet ashtu si duan të bën kontratat ashtu si korrekte të rregullta serioze me fjalë, jo me pak skema me njerëz të papërgjeshëm që futen këtu për të përfituar nga situata që krijohet. Ata janë gati të fillojnë me seriozitet, do t'i provojnë, do t'i testojnë, do t'i shesim edhe do ndahen natyrisht edhe të hapura që do të vinë nga ky lloj procesi. Pastaj, kjo kompani ka ndërmend që të bëjë dhe operacione të tjera, të provojë municione e tjera, sipas kërkesave të tregut tonë edhe të vendeve të tjera. Njëkohësisht, Izraeli ka marrë përsipër të ringërë shkollën e aviacionit në Blau, të përgatisë aviatorë për ushtri. Ne kemi patur një shkollë aviacionit, të përgatitur pilotat tanë rreth 30 vjet. Politika që erdhi mbas 10 vjetës e prishi këtë institucion dhe tani ne vetë s'kemi mundësi se për të prishur shumë lehtë, por për ta rinvitur është e vështirë. Izraeli ka marrë përsipër që ta ringërë të shkollëve të përgatisë një kuadro për aviacionin luftar. Edhe për vete, edhe për vendet të tjera. Po, se nuk po kuptoj diçka nga i gjitha kjo tani, se do dalim edhe tek ajo Italis pastaj. Këta përse i sjellin në kompani për të bashkëpunuar këtu? Është fuqia e kraut më e lirë, kemi ekspertizë ne më të mirë se ata, apo për çfarë? Se ne nuk besoj burime njerëzore këtu. Puna e parë është lidhet me koston e prodhimit. Në qoftë se ka zënë në Izrael kostuar e atij objekti të rëndësishëm, atij ombuzit 155 mm, është X, këtu mund të jetë 20-30% më e lirë për pagesën e taksave, pagesën e fuqisë punëtore. E të tjera, furnizimi me energji elektrike, që janë më të lira dhe me kushte më favorizuese për të prodhuar ka zëmën në Izrael. Plus Izraeli ka gjithë dhe atë problemi që ai është në pension luftar të pandërter dhe kjo ka impaktin e vetë mbi prodhimin industrial. Kështu që janë kushtet lëvërdisë, edhe nga lëvërdisë, sepse nuk kemi mundësi direkte për të sponsorizuar rrugën të industri që e kishin dhe shkatruar, Izraeli ana financiare nuk e diskuton. Kuadrot i kanë mjaft përgatitur, ka specialistë që mund të provojë çdo lloj arme që të sotrojnë në botë. Izraeli dihet që është ndërmjet të tjera dhe një fuqi bërthamore. Pra, ka një potencial shumë të madh, si ushtarak, ashtu edhe financiar. Ne nga lëvërdisë të bashkëpunojmë me kompania shumë serioze, ka një autoritet të padiskutueshëm në tregun ndërkombëtar, dhe edhe ne kemi shumë lëvërdi që bashkëpunojmë me kompani të tilla serioze. Varet sa të atë do të jemi dhe neve që t'i përgjigemi në njëjtin seriozitet këtij partneri. Zotja Bilaj, tani ne kemi kaq vite që ju e thap që nuk po prodhojmë dot një fishek akoma, ndërkohë që kryeministri tha që do prodhojmë 7 anije në Pashaliman. Si ju duket ju kjo marrëveshja me Italinë? Është realiste? Tani vim tek marrëveshja me Italinë. Janë bërë vizatime në shumë kompani në Itali, edhe Italia ka teknologji të mirë, por jo aq të cilësore sa që ka Izraeli. Megjithatë është një fuqi e madhe prodhuese në industrinë ushtarake italiane, është një vend shumë i fuqishëm në këtë drejtim. Ka dhe traditën vetë, ka shumë 10 vjeçar Italia që ka patur industrinë ushtarake dhe mjaft të zhvilluar. Ndërsa tani së fundi në mbledhjen e dy qendrive që u bëjnë në Rom në 13 nëntor, në shkruan 16 marrëveshje qeveritare.
ndërmjet të dy palëve, nga të cilat tek marrëveshje janë të fushës së mbrojtjes. Dhe në fushën e mbrojtjes nuk janë përcaktuar akoma termat konkret se çfarë do bëhet, çfarë do bëjë njëri, çfarë do bëjë tjetri etj. Por janë marrëveshje parimore dhe para kësaj marrëveshjeve qeveritare, kompania Kajo ka bërë vizitime me dy kompani të fuqishme në Itali. Njëra kompani për teknologji ushtarake që është Franchinetti, një kompani e fuqishme në drejtimin e prodhimit të teknologjisë ushtarake, dhe një kompani tjetër, Leonardo, për mbrojtje kibernetike. Kjo kompania e parë që janë hartuar marrëveshjet paraprake, do marrë përsipër duke shfrytzuar bazën industriale që ka Pashalimani të prodhojë mjete të ushtrisë për flotën luftfarake. Qoftë për neve, qoftë edhe për italianëve dhe për të shqitur në vende të tjera. Pra, ky prodhimi i anijeve luftfarake në Pashalimani është rënë dakord në parim, por akoma janë të pazgjiruar problemet e tjera, temat financiare, mënyrat e tjera të bashkëpunimit që ndoshta kompania Kajo i ka zgjidhur në bisedime, tani puna është të hapet në drejtimin qeveritar, që të hyjë vendet ta organizojnë konkretisht të prodhimin e tyre. Këto mjete që do provohen do jenë për ushtrim, po do provohen dhe mjete për qëllime të tjera, për turizëm, anije të vogla për qëllime peshkimi e tjera. Por do jetë në Pashaliman, ne prodhojmë atje? Ne prodhojmë tani, në mënyrë të kufizuar, ne prodhojmë objekte detare të ndryshme. Po, në mënyrë të organizuar në formë të një linje për patrapredë nuk e kemi. Turqit apo gabojmë? Ka Turq aty? Turqit kanë qenë në të shtata më duket mua që kanë marrë përsipër ruajtjen e mbajtjen e ambientit të Pashalimanit, kryesisht të uzinës, dhe ata kanë bërë dhe disa investime, por investime të vogla sa aty kanë qenë. Po tani që ikin turqit, vin italianët apo? Jo, turqit do kenë pjesën e tyre, do më thënë atë influencën e tyre aty, ndërsa italianët do ngrenë anën teknologjike. Prodhimi